nderuar miq të emisionit Target, mirëmbrëma. Sot është 72 vjetori i rënies heroike të patriotëve Shaban Polluzha e Mehmet Gradica në ballafaqe me komunistët jugosllav. Si dhe për shumë personalitetet të tjera kombëtare, historiografia jonë nuk ka arritur deri më tani që të bëjë një vlerësim korrekt të veprimtarisë së këtyre patriotëve shqiptar për arsye të ideologjive politike që kanë dominuar. Sonte, ne sadopak do të përpiqemi që të japim një kontribut për të kthjelluar veprimtarinë e Shaban Polluzhës dhe Mehmet Gradicës. Dhe për këtë kam të ftuar profesor Sabit Syler, drejtor i Institutit të Historisë. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Profesor e shkencave politike Nizmedin Spahiu. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirëmbrëma. Po ashtu dhe profesorin nga Departamenti i Historisë në Universitetin e Prishtinës, Ibrahim Gashi. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Mirëmbrëma. Atëherë do filloja me ju, zoti Syla, kishim një akademi përkujtimore për 72 vjetorin e rënies dy patriotëve. Ka një mjegulli, si të themi, në opinion rreth asaj se sa ka mundur të prezantohet para opinionit sakt veprimtaria e këtyre dy patriotëve. Sa është arritur dhe çfarë ka bërë Instituti i Historisë dhe ju personalisht në mënyrë që opinioni ta ketë më të qartë veprimtarinë e këtyre patriotëve. Sa i përket Institutit të Historisë në këtë drejtim, ne kemi filluar dhe kemi botime të veçanta sa i përket ripushtimit jugoslav të Kosovës dhe luftës së Drenicës 1944-1945, ku në rastin e 70 vjetorit ne mbajtëm një konferencë shkencore dhe atu morën pjesë studiues nga Tirana, studiues nga Maqedonia dhe studiues nga Kosova, libër të cilin ne tashmë veç e kemi të botuar. Por, para se të ndalemi këtu pikrisht se çfarë ka bërë historiografia shqiptare dhe çfarë është tani duke bërë në vazhdim, do të ndalesha pikrisht ajo që lindi luftën e Drenicës. Lufta e dytë botërore ka qenë karakterizuar nga zhvillimet përmasave luftarake, politike e diplomatike, me përmasa gjëra gatishëllore kontinentale dhe botërore, dhe si e tillë krijoi kushte të reja gjeopolitike edhe për shqiptarët në përgjithësi. Këtu u reaktualizua si rezultati luftës së dytë botërore, apo më mirë të themi rilindi çështja e Kosovës, si një nga çështjet më të rëndësishme të kohës, e cila u kthye në një pikë objeksionesh për shqiptarët, çështje e cila kërkonte zgjidhje, çështje e cila ridimensionohej në përputhje me rrethanat e kushtet e krijuara që ngushtonte apo zgjerante koalicionin fashist apo atë antifashist. Një çështje e cila kërkonte zgjidhje dhe ishte problem i vetë shqiptarëve të Kosovës, ishte një problem çështja e Kosovës i forcave politike dhe ushtarake të Shqipërisë pushtuar, ishte një problem i forcave politike dhe ushtarake të Jugosllavisë, por ishte edhe një problem i vetë aleatëve të mëdhenj ndërkombëtar. Në përfundim të luftës, çështja kombëtare shqiptarëve nuk u zgjidh drejt mbi bazën e atyre parimeve çfarë ishin thënë, dhe Kosova me të vërtetë u kthye në një poligon të vërtetë të masakrave, përdhunimeve, vrasjeve, ekzekutimeve e më radhë. Ishin pikrisht këto vrasje dhe statuti pasgjidhur i Kosovës ajo e cila krijoi një situatë me të cilin nuk u pajtuan përgjithësi popullit shqiptar. Si tek gjitha vendet tjera, edhe në Drenicë shkaktoi një shqetësim të madh dhe u arrit që në fundin e dhjetorit vitit 1944 të formohet brigada e Drenicës e udhëhequr nga Shaban Polluzha, Mehmet Gradica, Recep Xheli e shumë patriot tjerë të kohës. Pikrisht formimi i kësaj brigade me të vërtetë e shqetësoi shumë qarqet politike dhe ushtarake të Jugosllavisë, të cilat edhe urdhëruan që me 2 dhjetor që të bëhet pengimi i Drenicës dhe rrethinave të saj nga elementet, siç i quhenin ata, reaksionar apo prej tradhtarëve shqiptar. Ishin këto situata shumë të ndërlikuar kur në Drenicë u mbajt edhe një kuvend
kuvendi i Skënderajit të Tetorit dhe filloi lufta për një mobilizim të përgjithshëm kundër ripushtimit jugosllav të Kosovës. Atëherë, kemi edhe disa momente të cilat sikur bien në ndesh me njëra tjetrën. Për shembull, në disa artikuj kam lexuar se ka pasur një manipulim të Shaban Polluzhës nga Ali Shukriu dhe Spasoje Gjaković. A mund na sqaroni pak më shumë këtë situatë, si është problemi këtu? Njerë ka qenë me komunistët, qysh? Po, kjo rrën nga kujtimet e Fadil Hoxhës, i cili natyrisht përpiqet që të arsyetoj ato çfarë ka vepruar ai kur ka qenë i ri. Natyrisht figura Fadil Hoxha është transformuar me kalimin e viteve, si çdo politikan, natyrisht vjen në pozita nga pozitat e ne komunistë internacionalist, kthehet vjen në pozita më nacionaliste dhe sigur si duket ai dëshiron me arsyetu veprimet e veta çfarë i ka bërë në rini. Edhe tash që në këtë kontekst çfarë? Më alon fajin tash dikuj se Shabani u konajeve, tjerë mirë, po në fakt nëse shohim nga perspektiva e sotit, Shaban Polluzha ka qenë vizionar. Shuni që s'ka pas të krym akademia, fakultetën në atë kohë, por ai në kontekstin historik ka qenë vizionar, ka qenë humanist, ka qenë trim, ka qenë patriot. Domethënë të gjitha virtytet që i takojnë një figurë të madhe historike dhe për mendimin tim Shaban Polluzha bashkë me Hasan Prishtinën, natyrisht Mehmet Gradicën, Adem Jasharin përbëjnë treshën e heronjve më të mëdhej të Kosovës. Kur vlerësojmë një figurë pozitive, na në përmasa historike na nuk shkojmë me këshyri që ako buri mirë. Domethënë, si mundesh me kon buri mirë, po me kon një njerë mos me lujt në role. Me nejnë katon atë miru lopta dhe je buri mirë, s'ki asnjë behone, po nuk lun një rol historik. Nuk lën gjurmë. Nuk lën gjurmë. Mirë, po Shaban Polluzha, domethënë bashkë mendoj që Shaban Polluzha, Hasan Prishtina, Adem Jashari janë njerëz që kanë lënë më shumë të gjurmë me heroizmin e tyre në historinë tonë të re. Tjetër është përpjekur në kohën kur ka filluar mu transformu historiografia në Kosovë, kur kanë filluar me nxjerr disa figura nga pluhri, me i rehabilitu në kohën e komunizmit, në përpjek disa historianë me thonë që edhe Shaban Polluzha u konë edhe partizan. Po kjo nuk është e vërtet, nuk qëndron. Domethënë ata kanë dashur me arsytu për me mujt me përmend, për me mujt me nxjerr nga pluhri i harresës. E vërteta është që ai ka qenë një figurë nacionaliste që nga për veprimtarinë e tij dhe ajo që është karakteristike për Shaban Polluzhën është që kontributin e tij ka dhënë pe moshës, domethënë një moshë shumë të shtyrë. Kur e ka udhëheq luftën për mbrojtjen e Novi Pazarit, ka qenë 70 vjeçar. Vitin 1941. Po. Vitin 1945 kur ka qenë 74 vjeçar, kur e ka udhëheq rezistencën në Drenica dhe në vizë të tjera të Kosovës. Do të thotë një njeri në atë moshë me pas entuziazmin, me bë një luftë, një sakrificë e cila detyrimisht edhe tregimet, edhe gjithë dëshmitarët e gjallë, domethënë, gjyshem ka qenë ushtari Shaban Polluzhës, edhe vllai i tij, Mullaj Lazi, ka qenë po ashtu një prej këshilltarëve të tij, ideologëve të asoj lëvizje. Shabani ka qenë i vetëdijshëm që nuk mundet me fitu luftën kundër Titos. Por pse u sakrifiku Shaban Polluzha? U sakrifiku sepse kjo periudhë derisa ka bërë rezistencë Shaban Polluzha me ata mirë luftëtar, i ka dhënë mundësie që na, domethënë, mu largu me kohë nga lufta e dytë botërore. Masakrat ndaj një popullsie, gjenocidi, është i mundshëm vetëm kohë luftën, ose në kohën përfundim të luftës. Shikoni çka ka ndodhur për shembull kur Greqia çamti ka pas për vitet 1912. Mirë, po kur ka mujt me bë masakrën ndaj ty, kur ka mujt me zgjedh problemin e qeverisë në mënyrën e saj. E ka zgjedh, domethënë, përfundim të luftës dytë botërore. Po. Se kon situatë lufte, i ka përzonu kry bashkëpunëtorët hajdet të fashizmit, nazizmit, edhe ai ka kryer muhabetin e vet. Nuk e ka pas hallën pse kanë qenë ata bashkëpunëtorë, se shumica e grekëve kanë qenë bashkëpunëtorë. Ai ishte bashkëpunëtor i nazizmit. Jo. Shaban Polluzha. Dgjoj, mas për duhet me pranu këto që shumica shqiptarëve absolutisht, domethënë, kanë prit pushtimin gjerman si çlirim. Edhe
po nuk kanë pas shans me bashkëpunume, se me ta unë ndëgjova Vučićin të thonë që asim Blyta, Aqef Efendia, kryetari i Novi Pazarit, u taku me Hitlerin. Ka mujtë më taku me Hitlerin kryetarin një komune, u kërë punë më taku me Hitlerin. Po ajo duhet ta përmeni një detaj, nga kujtimet e Mullaj Lazit. Ai tregon, domethënë, kur Gjafer Deja në përfundim luftës dytë botërore i thotë, ne humbëm luftën. Domethënë humbëm luftën sepse na u radhëtu me gjermanët, domethënë, por na që jemi ekspozuar me bashkëpunim me gjermanët. Po në Recep Krasniqi, Recep Mitrovica, Xhelal Mitrovica, tjerë na po ikëm. Domethënë sepse ne jemi ekspozuar bashkëpunim me gjermanë, po ju që s'keni pas punë me gjermanë, rreni edhe bashkëpunoni me partizantë dhe këshyni që apo mundi me nxjerrë, që ndërën e dyqysh që mos mu dëmtu populli. Dhe shumë tjerë, mesin e tyre dhe Shaban Polluxha, s'ka pas punë me gjermanë Shaban Polluxha. Ka qenë lider karizmatik, i cili ka udhëhequr mira luftëtarë në luftën për mbrojtjen e Novi Pazarit, a tenton me bashkëpunu me partizantë. Tenton për me mbrojt popullsimin. Mirë po, e sheh që kjo nuk po ndodh. Duke pa që kjo nuk po ndodh, atëherë detyrohet me sakrifiku, detyrohet me luftu. Vish po domethënë në janar të vitit 1945, në 21 janar, bëhet masakri në Novi Pazarit. Vritet Aqef Blyta me Ahmet Dacën dhe 2000 tjerë banor të Novi Pazarit masakruan nga partizanët. Pse? Sepse Aqef Blyta kishte idenë, domethënë që tash gjermanët e humbën luftën, duhet me bashkëpunu me partizan, dhe ai për dallim për qetnikëve që nuk u hapi rrugën, që zbashku me Shaban Polluxhën e mbrojtën Novi Pazarin nga qetnikët, që partizan më u hapi dyrët. Çfarë bënë partizan? E vranë atë dhe 2000 tjerë. E tash Shabani natyrisht kishte parasysh se çfarë ka ndodhur. Edhe Shaban Polluxha, Mehmet Gradica, Mullaj Lazi, Muftar Bayraktari, të gjithë ta lider tjerë, domethënë nacionalist, atëherë e panë që duhet me bo rezistenca. Derisa u bo rezistenca, kaloi koha kur Serbia mund të bënte gjenocid, kur partizanët mund të zhduknin popullsinë e Kosovës. U mjaftuan me vrasjen e këtyre njerëzve, domethënë tash në vitin 47, 49, derisa ka zgjatur kjo lëvizja e rezistencës në Kosovë, atëherë nuk ishte koha kur mundën me shku me personë që shqipërzon në Gjerman të pistrimit. Për shembull, nëse ndoshta shumica e shikuesve tonë nuk e dinë që para luftës dytë botërore Vojvodina nuk ka pas shumicë hungareze, as shumicë serbe, por ka qenë banuar me shumicë gjermane. Ku janë ata gjermanë? Se s'ka thuaj se as gjerman s'ka në Vojvodinë. Të gjithë janë si çamë piçamërisë, ashtu gjermanë të Vojvodinës janë jek. Figura se nuk folëm konkretisht për figura e Mehmet Gradicës në këtë rezistencë, si ekspozohet? Po tash jo vetëm këto dy figura, sigurisht janë figurat më markante të kësaj periudhe, po edhe bashkëluftetarët e tyre bëhet fjalë në radhë parë për, domethënë, patriot, për nacionalistë të dalluar të kohës, cilët në qatë konstelacionin, domethënë, shumë kompleks, edhe të brendshëm edhe ndërkombëtar, se duhet me pas parasysh që lëvizja komuniste po forcohen në Jugosllavi, që nga takimi i Teheranit atje ishin përmend komunistët e Titos dhe aleatët kishin marrë obligim me i përkrah ata në luftën e tyre kundër nazizmit, dhe normalisht që po shije, pastaj është takimi Moskës mes Churchillit dhe Stalinit, që nifet si takimi përqindjes, marrëveshja e përqindjes për ndamjen e zonave të influencës në Ballkan, dhe Jugoslavia në një farë mënyrë mes perëndimit dhe lindjes është ajo marrëveshja 50-50 që të kenë influencë sa perëndimi çaq edhe Bashkimi Sovjetik. Dhe kësaj vim në një situatë ku në fund të luftës dytë botërore në çet arealin e Ballkanit perëndimor që shpo e quajmë tash pra në Jugosllavi, në Shqipëri, domethënë rritet influenca e komunistëve shumë. Por ndoshta edhe lëvizja e rezistencës komuniste doli pak më e organizuar në fund, se kishte në për terrenin ku krijuan pak zona ku largoheshin gjermanët, këta vraponin dhe i krijonin do këshilla antifashiste që ishin si celulat të pushtetit lokal, dhe me largimin e gjermanëve këta e morën situatën në dorë. Në këtë rrethona, domethënë u bën plane për ta në farë mënyrë për ta anashkalu, përkatësisht për ta abrogu, suprimu marrëveshjen e Bujanit që i lente, domethënë ishte një deklarim për një plebiscit të shqiptarëve pas mbarimit të luftës
Kjo kështë ndodhur në fund vitit 43, në fillim vitit 44, si vazhdimi i asaj mbledhjes së Avenojit për Kosovën, është mbledhja e Bujanit që thuhet që mbas mbarimit të luftës shqiptarët e Kosovës do të deklarohen me referendum duan të mbesin në Jugosllavi apo të bashkohen Shqipërisë. Dhe natyrisht për mos me ndodhur tash ky referendum, sigurisht udhëheqja komuniste serbe, po edhe ajo jugoslave, se çdo gjë u bë me dijenin e Titos, po pregaditej në një farë mënyrë për ta krijuar një rrethon që ta parandalon të zbatimin e vendimeve të Bujanit, pra çatë deklarimin e vullnetit të qytetarëve. Në këtë rrethon, ata i rritën, për shembull, në nëntor të vitit 1944, u bën marrëveshje gjoja për amnistimin e gjitha nisiteve qetnike. Dhe gjitha nisit qetnike të shtetit të Nediqit e të Draža Mihajlovicit u regrutu në brigada partizane. Dhe tash këto brigada, një pjesë e madhe është divizioni 46, një formacion shumë i madh ushtarak, i përbon kryesisht nga komunistë që ishin qetnik, u fut në Kosovë, pa nevojë, s'kishte luftime në Kosovë, s'kishte gjerman në Kosovë. U fut për ta, thjesht për ta fillu plojen, dhe në këtë situatë Shaban Pollusha, çu tha këtu, provoi 2-3 herë me për të ishte vizionar, s'ka diskutim, ishte shumë vizionar, e dinte e shihte se çka po përgatitej dhe dëshironte pasojat e kësaj ploje t'i zbuste, duke bisedu madje 2 herë, një herë në Mitrovic dhe një herë në Skënderaj, duke u taku me autoritetet komuniste, si njeri me autoritet që kishte mbrapa luftetar shumë Shaban Pollusha, kërkoi prej atyre që në një farë mënyrë të ndalet dhuna mbi popullsinë civile dhe të dhe duke po fuqinë autoritetin e Shaban Pollushës, në mos dhe qatë leadershipin e tij që kishte shumë luftetar mbrapa vetit, brigada në rastin më të mirë ka pas 6500 luftetar të rregull, duke po këto udhëheqja komuniste, edhe ajo kosovare, edhe ajo jugoslave, edhe jugoslave mirë thash, edhe serbe, dëshironin disi me eliminu Shaban Pollusha. Edhe udhëheqja kosovare? Po, definitivisht, këtu edhe udhëheqja komuniste kosovare, nuk e pati guximin, me mbështet, Shabanin, kuptimin që luftën kundër veturinave të fashizmit me bo vetë brigadat kosovare, po në një farë mënyre ju kërkun këtyne brigadës Shabanit me lëviz se fronti më i madh kundër Gjermanëve është në Strem dhe ju duhet lëviz një anej. Dhe natyrisht Shabani boni sikur do të shkojnë në Strem për ta evitu konfrontimin. Mirë po ishte i vetëdijshëm se ky plan ishte një plan si me thonë makabër që dëshironte këta njerëz 6503 me i çu poshtë minis nga nej dhe në base e kemi shembullin më njerë mas kësaj kur bjen rezistenca e Shabanit e kemi operacionin tjetër për të drejt Tivarit, masakrën e Tivarit, ku shifrat varirojnë 4000 të vrarë, 3 të përsekutuar, të masakruar atje, e në diçka e tillë përgatitej. Dhe thuhet që Shabani në fjalimin që e mbajti para luftetarëve të vet në Podujev kur u ndal, kur erdhën informacione, ai në fakt i kishte për masakrat që po ndodhin në Drenic, i mbajti një fjalim dhe ju tha, nëse do të shkojmë andej, do të jemi të vrarë të gjithë. Nëse do të mbetemi këtu prapë, nuk do të fitojmë mbase, por do të mbrojmë popullin për aq sa mundemi. Dhe natyrisht vendimi u mor nga luftarët, jo bile vetë nga Shabani, e kërkoi mendimin edhe të bajraktarëve në kuptimin e çeshin udhëhet. Po folet për Jugosllavët, folet për këtu, po megjithatë edhe në Shqipëri kishte zhvillime, ishte Partia Komuniste Shqiptare atëherë, cili ishte qëndrimi i tyre ka gjithë këtyre zhvillimeve? Unë nuk, ne duhet me prit në kuptimin si historian po flas, duhet me prit që të shterruhen dokumentet, sepse edhe në Shqipëri edhe në Kosovë ka pas një embargo për këtë temë, përkatësisht për këtë... S'ka qenë prezantuar me drejt. As Shqipëri drejt, në Kosovë ka qenë madje jo veç e marginalizume, po edhe shtrembrume. Na në disa libra, ne që mund ta di, Shaban Pollusha paraqit si udhëheci kundër revolucionit, domethënë që e ka luftu pushtetin e ri. Në librat tona, domethënë... Mirë, po dihet se për shembull, se ta shpërndojmë pak bisedën, dihet se për shembull Shqipëria dhe Jugosllavia i kanë prish marrëdhëniet. Atëherë pse ka qenë problem në Shqipëri me 48-ën, pse ka qenë problem me prezantuar Shaban Pollushën ashtu si duhet masanej? Pse ka qenë sepse ka qenë në atë kohë krimi ka qenë i përbashkët. Domethënë krimi ka qenë i përbashkët, dhe
Po mendoj që tezën më të rëndësishme, më aktuale, e ka ngritë Halil Matoshi. Kush e shpëtoi shqiptarët nga gjenocidi? Sepse në përfundim të luftës dytë botërore, shqiptarët të arrestuar me gjerman, si humës të luftës, kryesisht të arrestuar me gjerman, kanë rrezikuar zhbërmin. Po megjithatë ata shpëtuan. Pse ai shpëtoi Fadil Hoxha që u arreshtu me kohë me forcat e late, duke qenë me komunistë, pro-rus e tjerë, apo i shpëtoi rezistenca e Shaban Polluzhës? Unë mendoj që nga gjenocidi, as ka mujt Lazar Kulishevski, që ka qenë komunist, me mbrojt bulgarat atëhershëm, përkatësisht Maqedonët e sotëm, nga masakrat që jenë bërë në Maqedoni, sepse ne veç tarkone kajmë vetën e thëmë që pushteti Jugoslav ka bërë masakra në Kosovë, ka vra njerëzër masakra të varët të andej, jo këndej. Po në fakt në Maqedoni në bërë shumë masakra se sonë në Kosovë. Në Kroaci në bërë, në Bosnë në bërë, dhe këto mas shumë të kanë bërë partizan. Me këshyrë kumulativisht krimet më të mëdha në gjatë luftës dytë botërore nuk e kanë bërë qëtnik, as ustasht. Krimet më të mëdha i kanë bërë partizan. Partizan kanë qenë forca më makiaveliste e kohës, por me qenë se ishin fitimtarë të luftës, tash ai fitimtari e ka shkruar historinë dhe jo kalon edhe krimet që i kanë bërë vetë, jo kalon të vesh të tjerëve. Por tash unë mendoj në këtë, unë kam përgjigjen në këtë pyetjen që ka shtruar po mendoj Halili, që Kosovën nga masakri ka shpëtuar Shaban Polluzha dhe nacionalistë tjerë të cilët kanë fituar në kohë, kanë përfituar në kohë derisa ata kanë sakrifikuar veten. Kosova është ka mri deri te 47 shkon më e pamundun me bëj gjenocid. Po. Se lufta ka përfunduar në 45. Se lufta ka përfunduar në 45. A në ndërkohë mos kishin net fletën me thon ta hupum luftën, u dërzum si gjerman që kanë thonë vojvodi për shkak hupum luftën, atëri u kishin hi rani i kishin me plotësuar në veç pak Nexhin, domethënë kjo çka po Nexhi komunistët këtë metodë të marrjes pushtetit në mënyrë të dhënshme, gjysmë dhënshme e kanë ndjek jo vetëm në Jugosllavi, e kanë ndjek në krejt vendet e Evropës lindore, madje edhe qendrore. Domethënë kanë shfrytzuar prezencën e armatës kuqe sovjetike, komunistët aty në shtetëv me dhunë kanë marrë pushtetin. Për shembull në Hungari, partia fituese është një parti e djathtë, pronarëve të vegjël me 45%, por këta nuk e lënë me kriju qeverinë. Dhe asnjë ministër të mbrojtje të brendshëm nuk ja lejojnë. Domethënë e tillë ka qenë, domethënë kanë qenë perfid, kanë qenë makiavelist dhe në vende si Kosova, domethënë i kanë shkel krejt parimet, domethënë të Avnojit, të Bujanit, dhe kanë privu popullin e Kosovës për çfarë do mundësie të vetë deklarimit për fatin e vetë. Dhe natyrisht mund të qëndroj teza se lufta e Shabanit ka qenë një kundërvendje që aty në planeve për masakra, për të fut frikë, dhe natyrisht është luftar të armatosur me të armatosur, dhe jo popullat civile. Se para luftës Shabanit, do me thonë, para se me fillu lufta në fillim të janarit 45-ës, ne kemi masakra në Skënderaj, kemi masakra në Drenas. Lumi, Drenica, është i mbushur me kufoma që mbyten me mënyra më mizore, do me thonë nga njësite. Përmendi profesori një moment se përket qëndrimit të komunistëve, edhe shqiptarë të Kosovës edhe Jugoslav, por edhe Shqipërisë që përmendi një. Po më intereson me ditë tash dihet se sot do me thonë vlerësime nga shteti i Kosovës ka edhe për Fadil Hoxhën, edhe sot e kishim edhe akademinë për Shaban Polluzhën. Çish mund me ekzistu në kontekstin historik krah njëna tjetrës këto dy figura? Përfshi edhe Mehmet Gradicën. Tani e kemi disa çështje të cilat linden me të cilat janë çështje të veçanta për të cilat duhet të diskutuar dhe të dhënë mendimin shkencor. Që mos të jesim borç pak luftës Shaban Polluzhës dhe ajo që potencu më herët nga historiografia shqiptare. Për 28 ditë zhvillimeve të luftës që u bën në Drenicë, ranë 430 luftetarë. 250 shtëpi u shkatruan. Po ashtu në Vushtri, Mitrovic, Drenicë, gjeja gjallë 6.000 banorëve ju shkatruan. Si që tha dhe profa, me të vërtet kishte luftetarë nga gjitha anët, nga Peja, nga Istogu, nga Mitrovica, Vushtria e vendet e tjera. Por, historiografia shqiptare, këtë luft nuk e ka deri më tani dim që e ka anatemuar.
Nuk mund të anatimohet një luftë kur në Drenicë kishte më shumë luftëtar serb, bulgar, maqedon, e tjerë, brigadat e tjera, se sa banor. Sipas komandantit e administrimit ushtarak Sava Dorleviqit, ishin pikërisht 42.000 luftëtar të këtyre brigadave të huaja që kishin bërë një shtetërrethim të fortë të Kosovës. Sa vetë po thoni që historiografia shqiptare ka anatimuar deri më tash. Është e kuptueshme, domethënë, në rrethonat e kaluara, po pse tash pe anateman nëse? Tash edhe këtë ta them. Se përket historiografisë shqiptare në të kaluarën, por tani kanë filluar studime, kanë filluar hapja e dokumentave, kanë filluar çështja e arkivave. Më përpara është trajtuar si luftë kundër revolucionare, që dihet fakt që nuk ekziston. Edhe sot përdoren nocione të ndryshme për këtë luftë, duke filluar nga ajo që quhet lëvizja e Drenicës, revolta e Drenicës, rezistenca e Drenicës apo kryengritja e Drenicës. Janë këto ndryshime të mëdha, të cilat janë në historinë e filozofisë, sikurse nocionet tradhtar e tradhtuar. Lajthec e lajthitur, kurzus e kurzuar. Po të kemi parasysh këto. Asgjë mangut nuk ishte lufta e Drenicës të luftës së vlorës së vitit 1920 që është zhvilluar. Dhe kjo duhet të etiketohet me emrin e saj të vërtet si luftë. Pasi brigada ishte përbërë nga shtabi, kishte batalion, kishte qeta, kishte kompani. Dhe numri i atyre luftëtarëve shkonte në 12.000. Kuadri i saj të përgjithshëm sa i përket qëndrimeve të politikës jugoslave dhe asaj shqiptare, edhe këtu kemi disa qëndrime. Po, profesor? Jo, veç desha me interesoj, ma shumë po na intereson që kjo tema jo, se besoj që Dakor, qëndrimi i shtetit shqiptar, domethënë. Jo, historiografia shqiptare, në përgjithësi për Fadil Hoxhën domethënë propaganda komuniste po e etiketonte luftën e Shaban Polluzhës si kundër revolucion. Madje po e etiketonte edhe tek aleatët perëndimor, te misioni anglez, edhe në Shqipëri edhe në Jugosllavi. Domethënë madje po e krahasonte po e kishte domethënë e kishte prezantuar se ekziston një lidhje midis çetnikëve të Kosta, kush është ai, Peçancit dhe të forcat Shaban Polluzhës për të rikthyer gjermanët në Mitrovicë në Novi Pazar. Po punojnë për interesat gjermanëve dhe po tham ishte bomb një propagandë e madhe, një propagandë komuniste për ta prezantuar te aleatët luftën e Shaban Polluzhës si një kundërrevolucion. Dhe mbi bazën e kësaj propagande që doli e suksesshme, se aleatët nuk u morën me krimet që po bënin brigadat partizane në Kosovë, u vendos edhe administrimi ushtarak në shkurt të vitit me 12 shkurt të vitit 12 aprof 8 shkurt të vitit 45 u vendos administrimi ushtarak në Kosovë që në farmyre komunistët tash e kryu një hapësirë, pra i kishin durë të lira me bokrime. Gjoja për ta parandalu kundër revolucionin. Pra bëhet fjalë për një propagandë cilën si duket e hangër edhe Shqipëria. Edhe udhëheqja shqiptare me qëllim pa vetdije në një farmyre ranë në lajthitje dhe i besoj kësaj propagandët jugoslave se Shaban Polluzha ishte një dorë zgjatur e nazizmit që po dëshiron të miri kthy, domethënë, pushtetin nazist në Kosovë. Gjo që është absurd. Megjithatë, unë po insistoj te pyetja konkrete se kam pas edhe emision edhe për Fadil Hoxhën edhe ka pas qëndrime të kundërta për. Po du me ditë që to çish mund me bashkë ekzistues këto dy figura. Heroi i kombit, domethënë, shpallur nga Fatmir Sediu, duket, po këtu në Shaban Polluzha. Fadil Hoxha nuk është i shpallur. Është varrosur me ndarime, po asnjëri prej presidentëve, as Rugova, as Sediu, as Pacolli, as Atifetja, as Hashim Thaçi tash nuk e kanë dekuru, domethënë me titullin hero. Megjithëse vlerësimet e shumë prej akademikëve janë prej më të lartave për zotin Hoxha. Për të ndjerin po flas për shkakun për të ndjerin Bajazet Nushi, i cili thotë se ky është tjetër mabet. Domethënë zyrtarisht në Kosovë Shabani është hero, Fadili nuk është hero. Në Shqipëri, Shaban Polluzha është hero, po edhe Fadil Hoxha është hero, edhe Adem Jashari është hero, po në Shqipëri është edhe Aleksandar Rankoviqi është hero,
po është edhe hero Miladin Popoviqi, është edhe Dušan Mugosha, është edhe Ivan Milutinoviqi, kështu që atje është pak ma komplekse të na, është ma e orientume se sa atje. Sepse tash e ki hero Shaban Polluzhën, e ki hero Fadil Hoxhën që kanë luftu. Të na, nëse, sepse tash varet që ka banë, presidenti aktual, nëse ai vendos me shpall hero, atëherë mendoj që kish me bo gabim se Fadil Hoxhën, sepse pim në një kundërshtim. Po nuk e di nëse ai do ta bëj, po problem mirë ka po që ka shpall hero Shaban Polluzhën, mirë ka po që ka pranuar Uglaninin me sa mora vesh tani, se kjo ka qenë pas kërkesave të shumta. Deputetët e Sanxhakut në Parlamentin e Serbisë kanë bërë kërkesë moti me pranu institucionet e Kosovës, edhe në shenjë me njohje për ato çfarë Shaban Polluzha dhe luftëtarët e tij kanë bërë për mbrojtjen e Novipazarit. Deri tani udhëheqësia kosovare nuk as rrugova, as që nuk janë përgjigjur kësaj kërkese. Sot mora vesh që ajo është përgjigjur dhe ka pranuar, Uglanini, kjo përbën një lëvizje të re politike që është për të përshëndetur. Veç edhe me që është këto fjala, me gjitha të politika janë institucionet akademike që do të me bo vlerësimin e figurave. Se i sheni, do më thonë, po i flirti gjithë këto animozitetin, nëse më i me thonë mërëna. Qysh e sheni punën e, për shembull, edhe punën e institutit, edhe departamentit historisë, edhe të historianëve, edhe të akademisë, në kuptimin e mirë interpretimit të gjithë veprimtarisë, gjithë atyre. Po, unë kam, do më thonë, një vrejtje, mund që ekzistante qasja që ka përgjithsisht historianët tonë, më thonë të sepse historianët tonë janë produkti një shkolle që në Kosovë kryesisht e ka themelu Ali Hadri. Ali Hadri ka kopju historiografin që kanë bo Alex Vuda, Kristof Roshe, Arben Puto, që kanë qenë kryesisht në shërbim të politikës izolacioniste, komuniste të Enver Hoxhës. Dallim ka bo Zekria Cona, që ka qenë shkollë e Beogradit, që ka qenë shkollë ma nacionaliste, por dallim thelpsor për mua për aqet Hasan Kaleshi, që ka qenë historian i kalibrit botnor, që fatkesisht këto të institucionet tonë është kontestuar. Jo, më fort ashtu s'po me ne që po bën analizë historiografisë, një temë interesante, po jo personale. Në këtë rast, do të me vlerësue, po mundoj përpjekjet për mju riqas, po për me ju riqas në mënyrë të thellë. Na nuk mundëm me kuptu në që se e këshyri me prizmin e historiografisë që ka boj Enver Hoxha, me i studiu me dimension të vërtet figurat si Shaban Polluzha, Xhafer Deva, Recep Mitrović e tjerë. Duhet me ndryshu komplet qasë që historianët tonë janë mënu me për shumë Shaban Polluzhën me qitë në dritë, të thonë që ajo konë partizani në mënu, sepse për ta për shamu fjalla... Dy gjera mi thonë, e para, edhe gjithë shikus të është mirë me ditë që Shaban Polluzha, do me thonë, politikisht figura e ti dhe lufta e ti, ka qenë një farmyre e anatemume, madje e sankcionume, mos mu marë me ta. Nga historiografi, në periudën komuniste po flasëm për 25 vjetë, dhe në 90-at. Mbas 90-at, studius tonë në njërë kogja sporadiket, nga dalshme ju kanë qasë ndryshimit kësaj figure. Në më thonë, ka pas pak euforime në i shkrimë në i përvjetor, por kanë qenë shkrimë gazetareske. Tek fundit, Instituti Historisë ka bo vitin e kalum, para 2 vitesh ka bo qëtë konferencë ma serioze. Dhe dokumentat që dalin, se ta shu pëtët për Fadil Hoxhën, dhe ta shu është një situatë interesante. Në 10 orë të vitit 1924, Fadil Hoxha e kupton që situata po vjen të ju keqësu. Fillon me i kuptu planet që i ka Beogradi ka shi Kosovës. Dhe bën një udhëtim në Beograd bashk me Miladin Popović. E shkruan Fadil Hoxha në kujtimet e tij të pabotume, e shkruan këtë vizit në Beograd. Dhe takimin që ka me autoritetet atje, takohet me Milovan Gjillasin.
Thot mënyra se si na pritën ishte shumë e ftoftë. Madje Svetozar Vukmanović tempon cilën e njehja, thot nuk u afru fare në tavolinë. Gjillasi na foli shumë ftoftë dhe Miladin Popovići u përplas me Gjillasin, duke i thonë se Kosova ka rrugën e vet, sikur njësi tjera federale, dhe ajo do të respektohen vendimet e bujonit. Dhe Miladin Popovići thot tash Mehmet Ismet Shaqiri, në kujtimet e tij, një komunist i kohës së vaj, thot në kujtimet e tij, Fadil Hoxha si duket e pranoi planin që kishin serbët dhe mbijetoi. Miladin Popovići e kundërshtoi dhe u vran në mars të vitit 45. Do thot, kjo është e vërteta, kishte një plan për ta ripushtu Kosovën kogja të sofistikuar. Në një onë Gjyshe, po thënë ka kundërshtu Miladin Popovići. Miladin Popovići e ka kundërshtu sipas dokumenteve. Sipas dokumenteve. Dhe çka është tjetra? Thot Aleksandar Rankovići në një onë dhe Milovan Gjillasi kishin dëshirë ta rianeksonin Kosovën si në vitin 1913. Pra, një pjesë ta merrte Serbia dhe Gjillasi një pjesë ta bashkangjiste Molitzi, dy republika, dhe të mos kishte ndonjë subjektivitet Kosova. Dhe natyrisht në funksion të këtij plani për ta ripushtu Kosovën ndodhi edhe lufta. Po Shaban Polluxha nuk është që në farë mënyre nuk ishte vizionar dhe u fut shërbim të zbatimit të këtij plani. Ai doli me parandalu këtë plan, sepse ashtu e kështu plani ishte bo. Dhe Shaban Polluxha mund të dalë nga studimet edhe dokumenta tjera, edhe analizat që mund t'i bojnë historianët, edhe tonë, edhe ndërkombëtar, që do të merren me këtë figurë se tashmë veç është ngritë dhe do me thot debati është hapë dhe këtu do të kontribuojnë gjithë çka mundën për këtë luftë dhe këtë pjesë që është e lavdishme e luftës shqiptarëve të Kosovës do të nxjerrin të dhona që Shaban Polluxha mbase mund ta ketë parandalu do me thonë masakrën e madhe që mund t'ju ndodhte shqiptarëve, që tha gjenocidin. Dhe sepse e mbajti me armë e mbajti Serbinë të gozhduar që të mos merret me civilin, që të mos bëj aksion të mbledhjes të rive dhe të nis për të varë që shinisi në vazhdim të vitit 45 në emër të këtij administrimit ushtarak që e vendosi, mas i ra rezistenca e Drenicës. Po përgjithsisht po them është gjesti sotëm Instituti Maherët dhe sot Akademia e Presidentit në patronatin e Presidentit është për të përshëndet. Dhe kjo do të duhej me qenë një impuls për historianët, historishkruesit, hulumtues. Dhe normalisht drejtori mund të flasë më shumë, Instituti Historisë ka edhe një projekt për para vetit, do me thonë krijimin e 4 vëllime përkatësisht një edicion të ri të historisë Kosovës, është duke e përgatitur si projekt 3 vjeçar me financim nga qeveria dhe aty mbase do të duhej me u shkru në përmosën e merituar, do me thonë lufta e fundit 44-ës dhe fillimit 45-ës në Kosovë. Se tek e fundit nuk është shtri gjeografikisht lufta e Shabanit, po pjesëmarrës, që shu tha ka pas prej krejt Kosovës. Dhe kjo nuk është mirë të ngushtohet në përmosat një luftë të Drenicës. Se gjithë nacionalistët që kishin pak vizion dhe guxim, ju bashkuan Shaban Polluxhës. Përfshi edhe me Mehmet Gradicën që i vetëm pak borx. Shtathe, do të thonë në këtë përvjetor, do të thonë, ndoshta me pas pak një portret tina, nëse kështu mujt me tregu. Ai e di që u shkollu në Shkodër, unë më na fol pak më shumë për ta. Mos të mbetëm pak bosh pikërisht te Fadili dhe te Shaban Polluxha. Te Mehmetin, ne tani dalëm atë. Se që ta po pak në trajtu. Është e rëndësishme të theksojmë një dy fakte këtu që mos i harrojmë lutem, sa i përket Fadil Hoxhës dhe Shaban Polluxhës. Fadil Hoxha në kohën që ka filluar lëvizjen, ka qenë një lëvizje shumë e qelluar për çlirim në luftën antifashiste. Por në vitin 1943-44 Fadil Hoxha me të vërtet ka bërë gjëra që ka ato anë shumë negative ti që nuk ja fal dot historia dhe nuk mund të jenë barabart Fadil Hoxha dhe Shaban Polluxha. Por kjo nuk do të thotë që në vitet e mëvonshme Fadil Hoxha nuk bën kthesa tjera të historisë. Ndërkaq për kohën për të cilin po flasim, më të vërtet Shaban Polluxha është heroj vërtet. Por për të analizuar dhe studiuar sa i përket ripushtimit të Kosovës, të asaj kohe padyshim që një nga faktorët vendimtar ka qenë faktori jashtëm, ka qenë faktori ndërkombëtar. E them këtë për faktin se shqiptarët ishin mes shumë zjarreve. Në anën tjetër ekzistonte qëndrimi i Partisë Komuniste të Jugosllavisë.
Një qëndrim të cilat gjitha forcat politike kishin si synim kryesor që ta mbanin Kosovën të pushtuar me përfundimin e luftës së dytë botërore. Ato u bashkuan, u ban dhe në një taban të vetëm goditën. Edhe qeveria e mbretit Pietri II që ishte në Kajro, me 26 gusht 1944 përmes një mesazhi e njohi Titon si çlirimtar dhe i bëri thirrjen e shtatasëve të tyre të gjithë në luftë për ripushtimin e Kosovës. Në anën tjetër ishin forcat e Draža Mihajlovicit, po ashtu edhe të Partisë Komuniste. Ndërkëse sa i përket forcave politike shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Shqipëri, ato ishin shumë ndara sa i përket zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Sa i përket figurës së Mehmet Gradicës. Mehmet Gradica kuptohet se që tha dhe Negji, sa i përket Shabanit, me të vërtetë ai ishte në një moshë shumë të shtyrë, kur e mori udhëheqjen për ta bërë. Ndërkaq Mehmet Gradica ishte një oficer, ishte me një grad që ishte shkolluar dhe ishte, si thua, një militant me radikalist në luftën që ka bën për çlirim kombëtar. Atëherë, ne se jemi nga fundi e emisionit. Në dokumente, nëse më i veç një fjali, në dokumente thuhet që Mehmet Gradica ishte komandant i brigadës Drenicës, po me qenë se edhe Shabani ishte zavendës, po me qenë se autoriteti i Shabanit ishte maj madh, dhe njerëz që, domethënë, i bashkuheshin brigadës, i bindeshin autoritetit, i bashkuheshin Masenit Shaban Polluzhës, filloi mu identifikun popull si brigada e Shabanit. Po në fakt, zyrtarisht del që Mehmeti ka qenë i emëruar komandant prej vetë Shabanit, si energjik, majri, i shkollum ushtarak, një si strategjive ushtarake, se lufta nuk është luftë e thjesht, lufta e Drenicës nuk është luftë guerile. Të merrni vesh, ka elementet luftës frontale, sepse i kemë dy ushtri me hierarki, do me thonë ushtarake prej qështëfat. Për interes shikuesit, nëse ka në informacion për shembull, qysh janë furnizuar ata me armatim, prej ka i gjetëshin potencialet e tyre? Atëherë, ka qenë kur luftë, armë ka pas vallë. Nuk ka qenë problem furnizimi, po mendoj, por desha të shtoj edhe këto, edhe pse Shaban Polluzha ka qenë një anat e mund, domethënë për gjatë kohës të sistemit komunist, në popull ai gjithmonë është domethënë është çmu edhe është përmend për të mirë. Përderisa për figura historike, për shembull për Azembejtën, ka pas aty këtu që Azembejt, Galicia, po Sherrën, krejt Drenica, për Shabanin kur s'kan thonë po Sherrën, krejt Drenica, po Kosova. Domethënë, tash kur e këshyrim në aspekt historik, domethënë, kohën kur ka bërë rezistencë Azem Galica, na po mendoj dhe efektet e saj natyrisht nuk mund të krahasohen me këto që ka bërë Shaban Polluzha. Edhe pse Shaban Polluzha ka qenë më i vjetër se Azemi për 22 vjet, më tepër po mendoj ai shquhet në një tjetër periudhë, kurse Shabani në një tjetër periudhë, por kjo, prandaj Shaban Polluzha meriton me pas përmendorën në qendër të Prishtinës. Sepse përmendorët nuk i bojnë për deknit, se ai s'merr vesh, ai kemi bërë përmendorë, se kemi bërë përmendorën. Përmendorët bëhen për brezat e ardhshëm, si udhërrëfim për ato se çfarë duhet bëjmë. E me qenë sa është simboli i sakrificës, se pa sakrificë të individëve, pjesëve të shoqërisë, shoqëria nuk mundet me shku përpara. Domethënë, ajo një njeri që ka sakrifikuar veten për me shpëtu popullin nga gjenocidi. Nuk e ka sakrifikuar për me fitu lirinë në Kosovë, sepse ka qenë i vetëdijshëm që s'mund ta fitojë. Po e ka sakrifikuar veten për me e shpëtu për gjenocidi Kosova, edhe këto sot hiç më larg se sot një ambasador shumë i rëndësishëm këtu pyeti pse po e festoni çako presidenti kryetari i parlamentit që po e festojnë, po më pe çmojnë një figurë i cili domethënë ka humb jetën e vet, jetën e shokëve të vet dhe s'ka fituar kurrë gjë. Atëherë ja shpjegova këtë. Jo, ai në fakt qëllimi për cilën ai ka luftuar është arrit, sepse ai ka shpëtu këtu popullin prej gjenocidit. Meqenëse ka shpëtuar qytetar për gjenocid, domethënë ai ka bë vetë. Shkurt, kjo është nëse krahasojmë edhe në pyetje edhe në luftën e fundit, nëse krahasojmë në ato zona ku ka vepruar aktivisht ushtria shërimtare e Kosovës, ka pas më pak masakra.
se son zonat ku ka pas veprime luftarake, se s'ka pas kushtim. Sepse aty ku ka pas ata do të më morë me luftar. Ka pas masakra, po jo edhe shumë, mos mendoj. Aty do të më morë. E ki masakrën në Krushet Madhe, në Krushet Vogël. E ki edhe në Izbic, për shembull. Në Izbic e ki, po domethënë e ki edhe në Reçak, ku ka pas luftime. Po në shumë zona e bë masakra kështu ku nuk ka pas veprime dhe ku popullata ka mendu që mos i ska luftë do të kaloj ma lehtë. Dhe forcat paramilitare janë shfry aty, janë shfry në popullsinë. Me që ka qenë një rrethon shumë specifike, fjala e fundit për ju, pastaj edhe ju do të keni rastin. Sabit thamë se komunistët shqiptarë në Kosovë, domethënë Fadil Hoxha, domethënë i mbijetoi asaj situate dhe tash kishim një brez të njerëzve që vishin pasardhës të këtyre familjeve patriotike. Si ishte jeta e tyre, o persekutuan, për shembull në Shqipëri kemi rastin që kundërshtarët e Enver Hoxhës dhe Partisë Komuniste Shqiptare edhe familjarët e tyre ose janë persekutuar ose janë likviduar ose kështu si janë trajtuar më pas. A keni shfletuar dokumente po? Familjarët në Kosovë. Familjarët e të rëndëve, domethënë Shaban Pollushës dhe Mehmet Gradicës, nga ish sistemi atëherë. Janë persekutuar më tepër. Shumë janë persekutuar. Antarët e familjeve nacionaliste dhe kjo nuk do shumë logjik shnosh se çdo shqiptar është persekutuar, çdo familje. Po flas me logjikën që fuli profesori Ibrahim që edhe ju që tha që më pas ai ka rikuperuar, domethënë ato gabimet që i ka bë. A është ndërgjegjësuar kuptimin që me mirë po jo, në raport me familjen e Shabanit është persekutuar shumë. Djali i tij ka qenë i dënuar një herë me vdekje, është amnistuar në burgim të përjetshëm dhe natyrisht familja ka qenë e persekutuar në vazhdimsi deri mbas rënies Rankovicit. Se tash mbas rënies Rankovicit ka pas një frymë më liberale në Kosovë edhe te këto kategori të veprimtarëve. Pak sa vetëm ata që kanë qenë shumë aktiv në të organizuar në organizata ilegale, atje janë ndjek, po për veprimtarinë e para ardhësve tyne, mas Ramies Rankovicit ka pas një farë domethënë rromje të dhunës. Pastaj jo në fund, për ne. Nuk kam ashtu që shtoj profesori, por pikërisht për ripushtimin e Kosovës 45 të në mendova që duhet ndalim dhe të japim shumë rëndësi faktorin ndërkombëtar se si ishte. Duhet ditur që nëse kemi kohë kështu shumë shkurt, që mos e marr me gjithë fjalën nga fundi, lufta e Drenisës është zhvilluar në një kohë kur po përfundonte një luftë e madhe dhe po fillonte fillimi i një epoke të tretë të luftës ftoftë. Dhe kemi një konfigurim bipolar, ku veçanti nuk shiheshin horizont shumë shtigje të reja që do zgjidheshin në drejta nacionale shqiptarëve. Dhe Shaban Pollushë dhe Mehmet Gradica vepruan në këtë kohë, domethënë që shumë e papërshtatshme. Shumë e papërshtatshme përderisa në aspektin ndërkombëtar, qoftë raportet amerikane, qoftë britanike, qoftë gjitha vendeve, me një fjalë nuk ishin në disfavor të kryngëzve tonë shqiptar të Kosovës. Por, siç e tha dhe ne në vazhdim, që me të vërtet ajo, siç e ka pyetur ambasadori, domethënë kjo ka reflektuar me vonë që pikërisht në luftën e pandërprer popullit shqiptar për liri dhe çlirim të vendit. Luftën e dytë botërore, më së miri domethënë me natyrisht historia nuk është vetëm përshkrimi i ngjarjeve, është edhe analiza thellësia shkaqeve, pasojave të tjera. Edhe përmbledhja më e shkurtë, më e thuktë dhe më domethënë se gjatë luftës së dytë botërore në Ballkan, edhe tek shqiptarët është tek raporti i ambasadorit amerikan pranë qeverisë së Greqisë, i cili dërgon State Departamentit, dokument që ne ka butu Akif Bajrami, po më dojë nuk e di sa është eksaktësia ati, po më dojë sa Akif Bajrami domethënë ka qenë këtë rast i sakt po ajo përmbledhet kështu. Ai përshkruan 4 grupime politike në Shqipëri. Në Shqipëri kuptohet edhe Kosova atëherë në atë kohë. Domethënë janë thotë komunistët, partizanët, të cilët i përshkruan thotë janë më makiavelistët, janë grup që qëllim për pushtetin, janë gjeni çdo gjë me bë, e thotë ta janë të gatshëm me ja kthy Kosovën e Jugosllavisë. Grupimet tjera thotë janë balli kombëtar, që është për komunistët janë kryesisht të njëjtë Shqipërisë, të koncentruar, janë balli kombëtar edhe zogistët që janë grupime
këta thotë janë terroristë për partizanët, kurse për ballin kombëtar dhe zoguistët janë pro-anglez, pro-amerikan. Thotë këta këshyrin që aleatët me fitu luftën edhe këta me marrë pushtetin në pastaj kur të fitojmë luftën aleatët, por thotë zoguistët përdesë zoguistët janë në Shqipërinë e mesme, ballistët janë koncentruar në Shqipërinë e jugut, përdesë këta janë monarkistë, ta janë republikan, por në kuptimin e qëndrimit e thotë kanë njësoj, presin që na me fitu luftën, ata me anë pushtet. Dhe ndërsa për tjetër grupimin tjetër, janë ata që përbojnë qeverinë. Dhe ta shumica aty në thëtë nuk janë pro Gjerman të ndezën. Madje do të thosha janë më shumë pro-amerikanë, pro-anglez, por kolaborimin me Gjermanët e bojnë për shkak të interesave edhe për shkak të asoj se çka ka ofruar Gjermania për shqiptarët. Thotë dhe ç'është e drejta, ta janë njerëzit më të ndershëm, më të mençëm që ka pas ndonjëherë Shqipëria në historinë e saj. Fatkeqësia fatkeqësia e popullit shqiptar qëndron në atë se nëse ne jemi përcaktuar që aleatët tonë strategjik të jenë partizanët e Titos, atëherë ne do duhet të sakrifikojmë më të mirët dhe duhet të ndihmojmë më të këqinjt për marrë pushtet, sepse vetëm partizanët janë gatshëm domethënë me kthy Kosovën Jugosllavisë, e vetëm kjo është gjë që s'na sjell neve në konflikt me partizan. Kështu që kjo është faktikisht krejt kur e bëjmë ne gjykimin, domethënë historik, ne duhet me pas shumë parasysh këtë rezonim që ka pas ambasadori amerikan i kohës, dhe mendoj që kjo në mënyrën ma edhe për figurat historike kur vlerësojmë, që sa i ka thonë atë kohë, ta po bashkëpunojmë me Gjermanët, po njerëzit më të mirë që ka pas Shqipëria, atëherë duhet më të vërtet me kuptuar që ta e njerëzit më të mirë që ka pas Shqipëria. Në atë kohë, sepse ato kërkues ka shtimë zor me vlerësu si të tillë. Shaban Polluzha, Mehmet Gradica, në vërtet kanë qenë, Mehmet Gradica ka qenë oficer. Domethënë Shaban Polluzha ka vepruar më tepër si figurë e rëndësishme pavarur edhe në luftën e Novi Pazarit. Po Mehmet Gradica ka qenë oficer i ushtrisë shqiptare të kohës, ka qenë në shërbim të asaj administrate që udhëheq nga një qeveri e cila ka kolaboruar me Gjermanët në atë kohë. Por nuk ka ndonjë, ata nuk kanë bërë krime kundër qifutëve. Vetë Izraeli është falendruar shtetit shqiptar për qëndrimin që ka pas gjatë luftës së dytë botërore. Kur falendrohet shteti shqiptar, nuk është komunistës, po ndaj ata hebrejnë nuk kanë mujtë me mbrojt një grusht komunistar që kanë ekzistuar në atë kohë, po i kanë mbrojt qeveria, i kanë mbrojt Xhafer Deva, i kanë mbrojt Recep Mitrovica, i kanë mbrojt Mehmet Gradica, Shaban Polluzha, ta që kanë pas diçka në dorë, edhe jo me këtë ministrit mbrëmshëm të së kohë Xhafer Devës, jo është ofruar nga ky lobi që fut në Amerikë që të shkojnë në Palo Alto, të merr strehim politik në Amerikë, të punojnë në Universitet të Stanfordit. Atëherë, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, gjithsesi cilën të nderuar shikues u përpoqëm sadopak të sqarojmë rrethonat historike me rastin e përvjetorit të rënies Shaban Polluzhës dhe Mehmet Gradicës. Vazhdoni në shkruani në faqen tonë në Facebook, po ashtu në targetet@rtlive.com. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.